Jemi në një farë mënyrë mund të themi në kulmin e sezonit turistik, në përfundim të muajit korrik, edhe ndoshta janë të shumta institucionet komunale të cilët janë të angazhuar për mbarvajtjen e sezonit turistik, por një rol të veçantë të zë dhe shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit të komunës së Ulqinit, ku kam kënaqësi të kem kryeshefin zotëri Abdullah Nimanbeku. Përshëndetje. Përshëndetje juve edhe teleshikuesve ty. Si është kjo verë? Më e qetë se sezonet e kaluara apo çfarë mund të themi në këtë fund korriku? Po kjo verë mund të them se është shumë e qetë, domethënë sezoni i zjarreve, si i thomë na, është shumë i qetë se viteve të kaluara. Nuk kena pas intervenime të mëdha, kështu që mund të themi se është i qetë. Si rezultat i ndërgjegjësimit apo si e vlerësoni ju? Ka mundësi si rezultat i ndërgjegjësimit të qytetarëve, besoj se e kanë kuptuar efektin e zjarreve të mëdha, çka shkaktojnë ato, kështu që më duket se kohë mas kohe kemi filluar të vedisohemi dhe besoj se edhe kontrolla që e bëjmë kohë mas kohe, këto kërkesat që i kemi ndaj qytetarëve që të mos ndezin etj, besoj se kanë dhënë efekt. Tani, shërbimi juaj ne gjëja parë lidhi me zjarret, por besoj se është një shërbim edhe më i gjerë se sa aq. Përgatitjet e juaja para sezonit për të pasur këtë sezon, le të themi, nën kontroll, cilat kanë qenë, edhe cilat janë shërbimet e tjera që ju po keni gjatë sezonit. Po, siç keni cekë edhe ju, domethënë pos zjarreve kemi të bëjmë edhe me aksidente, po ashtu jemi të angazhuar edhe në det, se i kena tri anije, kena kërkesa nga këto shërbime tjera, domethënë që t'ju vehemi në ndihmë edhe shpëtimtarëve në plazhe, kështu që jemi të angazhuar, për fat të mirë nuk kemi pas intervenime, por mundohemi që ekipin ta mbajmë, si themi, në formë, ti trajnojmë për çdo lloj intervenimi apo aksidenti. Para sezonit turistik, me qenë se dolim tek trajnimet, keni pasur të tilla? Po, kemi pas trajnime për kështu zjarre pyjore, për aksidente, po ashtu nesër për shembull e çojmë një ekip në Podgoricë ku kanë për të kryer një trajnim për ndihmë të parë, jashtë, domethënë jashtë kësaj suaze, jashtë shërbimit, ku në çdo rast, domethënë çdo qytetari kanë të drejtë me atë licencë, kanë me fitu, kanë të drejtë që derisa të vijë ndihma shpejt që t'ja japin ndihmën e shpejt ndonjë qytetari, turisti apo personi që ka nevojë. Sa staf jeni aktualisht gjatë sezonit si qëndron? Për momentin, domethënë jemi rreth 50 punëtor, normal me punëtor sezonal që i kena. Jeni në rregull me makinerit, cilat kanë qenë investimet ndoshta që kanë bërë që edhe situata juaj të përmirësohet, por edhe shërbimi të përmirësohet? Po, siç e kemi cekë edhe në këto intervyt më herët, kjo komuna ka pas investime të shumta në shërbimin ton, duke filluar nga droni, i cili ka kushtuar rreth 50.000 euro, projekti i dronit, po ashtu edhe nga pajisje tjera për zjarrfiksa, si pajisjet personale, për mbrojtje nga zjarret në objekte domethënë të mbrëmshme, po ashtu edhe në ato pyjore, pajisje të tjera si ato shishe domethënë për frymarrje në objekte të mbrëmshme dhe pajisje shumë të tjera. Për 200.000 euro, domethënë këto 2 vitet e fundit, komuna ka investu në pajisje për shërbimin e mbrojtjes dhe shpëtimit. Cila mund të konsiderohet si sezona më e vështirë? Ajo verore apo ajo sezoni dimror? Si qëndron për shërbimin? Pa gjithmonë ka qenë sezona verore më e vështirë për ne, apo mbarimi i sezonit shtatorin e kena pas gjithmonë kritik, kështu që deri tani jemi të qetë, po presim a shtatorin që të kalojnë. Për çfarë thrasin, për çfarë kontaktojnë qytetarët? Ndoshta gjëja më e thjeshtë që mund të drejtohen tek ju. Kemi kërkesa të ndryshme që mund të ceki
kërkesën më të fundit që ka qenë dje nga një turist i cili nga një banesë ka vrejtur për shembull disa shishe plinit afër një restorantit. Këtu dhe i kanë rënë sy që mund të paraqesë një rrezik që rrinë diell etj, kështu që na ka nisë në mail, na kena shku me një herë, domethënë në teren, kena dalë, kena kontaktu pronar dhe na kanë premtuar që në kohën maksimale kanë mi largu ato shishe, kështu që kemi kërkesa të ndryshme. Duke ndoshta disa imëci për që mund të parandalojnë një rrezik më të madh. Normal që mund të parandalojnë, kemi domethënë kërkesa që dojnë të pastrojnë apo të djegin a munden apo nuk munden. Domethënë ka edhe që i bëjnë këto gjëra pa dijen tonë, por në bashkëpunim me policinë komunale normal që kemi parandaluar edhe shumë persona që janë nisë në atë mënyrë që të pastrojnë apo të ndezin, kështu që kemi parandaluar edhe hapjen e zjarrit dhe sa është i rëndësishëm ky bashkëpunimi me institucionet komunale? Është shumë i rëndësishëm, me të gjithë institucionet jemi në kontakt, domethënë përditshëm, si me ato të pastrimit, policinë komunale, policinë e shtetit, sepse në çdo lloj intervenimi na duhen si në komunikacion, lirimin e rrugëve, bllokimin e rrugëve, kur duhet ne të intervenojmë në një pjesë të caktuar, apo furnizimi me ujë, domethënë nga shërbime tjera si ujësjellsi, komunalja, kur kemi intervenime paksa më të mëdha që nuk na dalin këto pajisjet tona, domethënë na furnizojnë edhe ata, i kemi në ndihmë, domethënë. Tani, si qytetar, për ato që na ndjekin, kur duhet jemi të vetëdijshëm që duhet më njëherë në atë sekund t'ja lirojmë rrugën kamionit apo veturës së madhe të shërbimit? Le të themi, kur është sirena ndezur, si shkon kjo, që ne duhet të dimë nëse jemi në komunikacion që të largohemi? Po normal, kur është si ne ashtu edhe ndihmë më shpejt, kur është sirena ndezur, kur janë ato rotacionet e ndezura, është shenjë që jemi nisur, domethënë është emergjencë dhe duhet të lirohen. Në disa momente apo në disa pjesë të qytetit nuk kanë faja dhe qytetarët apo turistët, sepse është shumë fluks i madh i turistave, komunikacioni është shumë i dendur, nuk kanë ku të largohen, por si me thanë shikom që në kohën maksimale të mërrisim. Tani, cila është, nëse mund të flasim për këtë pjesë, cila është mosha më e re që është pjesë e stafit? Mosha më e re është 20 vjeç. Çfarë shtyr një 20 vjeçar të jetë pjesë e shërbimit, le të themi, ju vetë si e shihni, me cilin qëllim apo energji vinë tek shërbimi? Po, ndoshta ka ndodhur që në ndonjë intervenim ato kanë qenë prezent dhe i ka pëlqy them thojza, pëlqy puna apo që ne bëjmë, dhe kanë kërkuar që gjatë sezonit, e dim që ne gjatë sezonit kryesisht marrim edhe punëtor, kanë qef të sprovojnë disave edhe nuk i pëlqen rrinë ndoshta një muj, 2 apo një sezon dhe sezonin tjetër nuk janë të interesuar, disa janë shumë të interesuar, e marrin shumë me vrull, me qef atë punë, kështu që varet nga personi. Cili është kujdesi më i madh që duhet ketë një zjarfikës? Normal të kujdesi më i madh që të kujdeset më pari për vedi, të ketë pajisjet që ne si shërbim ja kemi ofru, të respektoj domethënë rregullat kur janë në një pajisjet në pyetje dhe të kujdeset për vedi, po ashtu edhe për ekipin e vet, pastaj edhe për të tjerët që ju duhet ndihmë, sepse nëse nuk kujdesen për vedi, nuk munden që asati tjetrit t'ja ofrojmë ndihmën. Domethënë kur janë vetë në rrezik, atëherë ne shohim të njëjtën uniform, le të themi, si në ditët me temperatura të larta, por edhe gjatë sezonit dimëror. Pse është kjo? Pa uniforma, domethënë, sidomos ato xhaketat janë me material mbrojtës për çka i përket zjarreve,
Kështu që në çdo lloj intervenimi si në aksidente edhe në zjarre pyjore apo në shtëpi janë të obligueshëm që ta mbajnë. Është pak zor në këto temperatura, ka raste që i kanë normal edhe ato teshat me maicet, me mangshkurta, si të them, por janë për intervenime kështu më të lehta apo që nuk ka nevojë që diçka që nuk përset rrezik, domethënë në intervenim që nuk përset rrezik. Sa është e vështirë të jesh në krye të një institucioni të tillë që ndoshta kërkon edhe anën psikologjike me përgatitje, të dërgosh një ekip në një aksident të rënd apo në një zjarr të madh apo në përmbytje të madhe. Ti vetë personalisht, Abdullah, si atë del, le të themi, ta menaxhosh këtë pjesë? Obligimisht paksa, sepse janë me punëtor sezonal janë 50 vetë, profile të ndryshme, duhesh të jesh edhe psikolog, edhe shok, edhe në krye të shërbimit drejtor, domethënë duhet të mbajsh një balans që të kesh një marrëdhënie të mirë me të gjithë. Normal nën mu është edhe Zavenci, janë edhe 4 shefa të ndërrimeve tjerë, edhe ato merren me gjithë secili merret me ndërrimin e vet, bisedojnë me ta, ato i udhëzojnë kush ku në cilin intervenim domethënë ka më shku. Gjithë secilin e kena pa deri diku për cilën lloj pune ish dhe nuk i nisim ashtu, si të them, të gjithë për një herë ose hajt shkoni kuj si t'ja marrë menja, por e dim për shembull disa janë më efikas në këtë lloj intervenimi, disa janë në këtë lloj, kështu që deri tani kemi një koordinim, si me thanë, të mirë edhe me personat, kolegë që janë shefat në ndërrimeve, po ashtu edhe me gjithë kolegë tjerë, si arfiksa. Cila thirrje është prioritare për shërbimin tuaj? Ndoshta nëse vinë 2 thirrje në të njëjtën kohë, le të themi, cila është ajo prioritarja për shërbimin? Normal prioritari është kur bëhet fjalë për kur janë në rrezikshmëri personat, kur është ndonjë aksident ose kur është ndonjë shtëpi që ka persona brenda apo që paraqitet rrezik edhe për rrethinën që ka shtëpi tjera, se kur thrasin për shembull digjet ndonjë pyll dikejt ose diçka. Kur janë personat në pyetje, qytetar në pyetje, normal që është më prioritar. Si vazhdon bashkëpunimi apo le të themi kontaktet me komunën Fqinje, siç është i Varja, apo edhe me komunat e tjera në Malëzi? Pa i ke kontaktet, jemi në kontakt, domethënë konstant, si me shërbimin e mbrojtjes dhe shpëtimit të komunës së Tivarit, po ashtu edhe me shërbime tjera. I kemi marrëdhënie shumë të mira në çdo lloj intervenimi, na ofrojnë ndihmë, po ashtu edhe ne atyre, kështu që jena konstant në kontakt. A është shërbimi i mbrojtjes në Ulqin, por edhe në Malin e Zi, le të themi, në nivel tashmë dhe me gjitha shërbime tjera dhe në vendet jashtë Malit të Zi? A kemi arritur, le të themi, në këtë standard? Ka shërbime tjera në Malëzi që janë shumë në një nivel të lartë, mund të ceki shërbimin e Kotorit, ku kanë pajisje ma shumë se shërbimi jonë apo se shërbimet tjera, ato kanë edhe një prioritet sepse është një ndër shërbimet më të vjetra në Evropë, shërbimi i komunës së Kotorit, dhe fitojnë edhe donacione edhe nga Kroacia edhe nga shtetet e tjera, kështu që gjithmonë shërbimet si shërbimi jonë ka nevojë për risi, për pajisje të reja, për ndërrim të pajisjeve, sepse çdo uniforme ka një si të them, një datë deri kur mund të përdoret dhe i shkaldon ai efikasiteti, dhe më thanë nuk mundesh që të ysh në shtëpi apo të intervenosh me njëjtën uniform që ke intervenu para 5 viteve, ndoshta sepse nuk e ka thjesht, nuk e ka njëjtin efikasitet, atë edhe e kemi sprovuar, kështu që besoj se është e vërtet se ne jemi si me thanë,
nuk është shërbim që përfiton për komunë, por besoj se nuk është edhe logjikshme që të mos investohet sepse jemi në shërbim të popullit dhe besoj se... Në këto temperaturat të larta, cila do të ishte një thirrje kështu në fund për qytetarët që na ndjekin këtë mëngjes? Që të mos ndesin, thjesht mos të pastrojnë në atë mënyrë që kanë me ndez diçka rreth rrotull shtëpis apo që kanë me paraqitë rrezik vejdit apo rrethinës. Normal të mos hedhin shishe xhamit sepse mund të vijë nga temperatura shumë të nxehta deri në ndezje, të mos hedhin cigare nga automjetet e tyre. Do të thotë edhe vetëm atë cigaren ne mund të bëjmë dëmin e madh. Po, normal, sepse është thatësi e madhe, ky shiu ndoshta pak na ka ndihmu, por një përqindje shumë të vogël që ka ra mram par mram. Kështu që besoj se gjithë secili qytetar e din rrezikun që mund të bijnë zjarri dhe nga çfarë mund të vijë deri te një zjarr. E vërtet që ju nuk sillni mjete financiare, le të themi, në buxhetin e komunës, por shpëtoni jetë, mbroni natyrën, edhe kjo është për t'u duar trokitur edhe për t'u vlerësuar. Ju falenderoj për gjithë punën që bëni, stafin, por edhe juve si kryeshef i tyre në krye. Faleminderit edhe juve për ftesë. Kënaqësi.